Përshëndetje dhe mirë se vini në Mes Dritë. Ja ku takohemi dhe sot së bashku me energjinë më të mirë të mundshme. Në fakt, duket si ka nisur një ditë premtuese, nuk e di për ju, por unë që eci për në punë diku rreth pak minuta para orës 8, kam vënë disa rrezë dielli. Nuk e di kur rrugën e bëri syri për të ardhur pak minuta pas meje për në punë, a kishin dalë rrezët e diellit plotësisht apo jo, por besoj që reflektohet në humorin ton, reflektohet humorin e kujdoj që e ka nisur ditën herët, edhe me siguri do t'i merrni më të mirën kësaj dite. Uroj shumë që dhe sot ne të jemi shoqëria e Dejnë Televizive për të gjithë ju. Alma, mirëmëngjes, uroj të jetë një e premte fantastike dhe më lejo të them, meqenëse se ke qenë ambientet e Vision Plus, sigurisht duke u përgati për Mes Dritën dhe s'ke patur mundësi të kesh një kontakt sy me diellin. Dielli sot është i pasigur. Nuk e kam parë. Dielli sot është i pasigur sepse në një moment rrezet janë të dukshme, në një moment tjetër vendosin të fshihen, po kam përshtypjen si rrjedhoi e hënës në peshore dhe emocioneve që na kanë përfshirë të gjithë. Kam përshtypjen dielli nuk është jashtë, edhe ai është përfshirë nga ato pasiguritë e veta, por gjithsesi nuk do zgjas shumë, hëna do bëj lëvizjet e saj dhe humori do na rikthejë gjithë. Elori, ju themi mirëmëngjes, nisim kështu këtë të premtë, do jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 13. U jam shumë i emocionuar sepse praktikisht çdo të hënë të premte e kam riorganizuar ditën dhe mbrëmjen. Duhet shkoj palestër 5 pas ditës, darkën duhet ta mbyll shumë herë, duhet gatuaj, çdo angazhim detyrim që kam duhet i bëj herët, sepse në orën 21 nis Prime i fermës VIP. Mbrëmje e nxehtë kjo, sepse kemi një eliminim të paralajmëruar, por jam i sigurt që përpos eliminimit ka dhe shumë surpriza të tjera. Ajo çfarë unë dua është që moza të jetë shëndet plot, të jetë mirë, të jetë me humor dhe të ndajë sa më shumë nga dia e saj, që ashtu pa kuptuar ka rrëmbyer dashurinë e një Shqipërie të tërë. Është shumë e vërtetë, jemi bërë gati të gjithë sy e vesh se çfarë do ndodh sonte në mbrëmje, edhe pse ka një eliminim, jemi sërish në të gëzuar që na erdhi Prime kaq shpejt. Kështu që në fund të ditës të gjithë do duhet që një nga një të dalin nga ajo fermë, rëndësishme është kush deli fundit. Dhe ajo që vjen e fundit në këtë studio dhe ka po të njëjtën rëndësi, është zonja Florenca. Mirëmëngjes. Domethënë kur deli fundit nga ferma je fituese, kur futesh e fundit në Mes Dritë ke një peshë të veçantë. Faleminderit. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes. Si gjithmonë, unë ju jap dritë në Mes Dritë, ja ku jam, me dritë. Ma kalon dhe mua. Po sepse ju jeni veshur në të zeza veshuro, në të bardha veshuro jam unë. Shiko, vërtet na ke dhënë dritë, edhe përveç se na ke dhënë dritë, na ke dhënë edhe ushqim. Mos na harrojmë këto. Na ke ngrohur edhe shpirtin, po këtë lulen e ke shumë të bukur. Faleminderit, të gjitha lulet i kam të bukura, se jam lule vetë. Kjo është Kjo studio sot do jetë modeste. Ha një masterclass për peshoret. Ashtu e di. Se e ke dëgjova. Florenca, meqenëse po flisim për të fundit se duhet shkojmë gatuar, duhet jemi edhe të tashme kon televizive, po i fundit jo po çmimi i madh, po 200 euro, ti që vjen e fundit, i ke 200 euro? Ua. Për t'i pasur. Për ta diu nuk e di, për t'i pasur apo jo. Po pse jo, mos t'i kem. Hajde. Ku jetojmë? I vetëm se Florenca do na tregoj se ku jeton. Ku jetojmë? Çfarë kemi për gabim publik i dashur? Do na thoj Florenca se kuptohem se kishim gjithë 200.000 euro. Me Florenca, po të sta futuar dhe Surjanin në garë për 200.000 euro të tua. Ja ku ke dy konkurrentë. Ja, po ç'është garë ke fituar. Jo, unë dua garë. Jo kështu të fituar. Jam çike lash për të fituar ato, i kam fituar gjatë jetës. Kështu që jo, unë them mirë që ke fituar, do të thotë se na do shumë. Jo 200.000, po 100.000. Zvogëlojë çmimin dhe na fut në garën e të dy. po si Jo, mos në fusin në gara të pa drejta ti e ke fituar Alma. Mirë, po te. Unë do të shkoj te ferma VIP se është garë drejt. 200.000 euro. Mirë, unë po marr. Bëj shaka. Mjafton dashuria. Shiko, dashuria ashtu nuk diskutohet dashuria. Po kush punon fort, meriton ti ketë. Pastaj ai që do të fitoj ke ferma, do punoj fort që ti fitoj ato para. Po, unë kam kohë se ti biznesi e ke nisur 37 vjeç, që kam kohë tani. Pa le ky sa kohë ka. Sa të duash ka kohë, se e dim tani që ka nisë ta bëj milionin e parë. Unë thjesht kam nisur. E po çfarë është milioni i parë, o ti çfarë thua milioni i parë thot? Ah, milion euro. Milion euro.
Urojmë shumë që të vetmit njerëz që nuk e kanë milionin e parë dhe po bëjnë totalisht diçka gabim, të jemi unë dhe Alma, ju të tjerë ta keni jetën fjollë, sepse shqiptarët e meritojnë pas i kanë bari vuajtjesh vite me radhë. Mirë, është momenti të prezantojmë recetën, sepse nga njerë hallakati mi ashtu pa kuptuar, por të na tregoj Florenca se çfarë ka menduar për ne, se shoh që ka shumë sheqer praktikisht në mbëlsirë. O zotu, trëm kë nga sheqeri. Kek me banane. Ja ke edhur në tigan sot. Ta kam edhur dhe në tigan, ta shikosh të blokoj komplet. Në qovë se më erësohen sytë në një orë caktuar dhe dëgjoni një babam për tokë jam unë. Po jo, nuk bje, hanë qik sheqer dhe s'bje për tokë. Sheqeri të banë këmë. Ka bëjmë mbëlsirën që do të arrëzojnë në tokë syrianin. Shiko, përveç sheqeri që do të karamelizojnë, sa e mëri shëmtuar që është, Po thuaj shpejt. Po thuaj edhe ti si Alma bukur. Jo, e thashun. Po thuaj bukur, karamelizoj pra. Po, jo nuk e thema. Edhe përveç sheqerit, që do bëhet karamelizimi. E bërë që karamelizimi. Bravo, Florenca. Kemi dhe qumë shpanda. I skremuar. Po, qumë është kondesuar. Po, ne na kam betur qysh herët, ne këshu e quani. Por tani i kanë ndryshu pa kemrët, i kanë bërë më shqip. Dhe kemi vez, kemi pak vaj edhe qumë shkaq. 4 banane dhe për syrianin një moll. Kam zgjedhur 4 banane në recet, janë 3 banane, por me qenë se mu dukën pak të vogla, thash ta shtoj dhe një. Kështu që e kuptuam. Edhe një moll. Po qenë kanë pak të vogla në fakt. Po, janë të vogla, edhe ishin bananet mira, nuk ishin këshu qullapice, sepse kjo recet nuk i do bananet shumë të buta, sepse do gatuhet, kështu që... Qullapice. Ka lezet o fjallet që i kemi... Diqo, po janë shprej që ne i kemi pas përdorur dhe na vinë këshu në mënyrë naturale. Na vinë në mënyrë naturale. Pse nuk u futet i te ferma VIP. Se ti kisha ato 200. Po pra, po e di pse su futa unë ke ferma VIP. E kam thënë dhe ju ja kam thënë dhe ju, gjithë problemi është ke tualeti. Dhe unë nuk e bëj dot atë që bëri moza që i vari atje ke kamera. Unë nuk e bëj dot atë. Pa mirë do kishe një shoj që të mirë jetë, nga cila mund mësoj shumë si Moza Ahmeti, por jo vetëm të gjithë fermë fantastik. Kërë që mendoj që njërë të humbur jemi ne. Nëse do bëjmë një fermë tjetër që do sigurojnë tualetin në mënyrë këshu, të mshehët. Do e bëjmë një vetëm për ty vitin tjetër, mos e vrimë. Do këndoni me Moza Ahmetin, ke thonë që nuk jesi, aj, dolem... E se këndon ashtu Moza e këndon me motive tjera, ma dhe ka një tjetër vi melodike. Mirë, tregojmë publiku me ndihmën e regjisë, grafikën dhe çfarë na duhet për të realizuar kekun ton me banane, jo banane qullapice, siç tha Florenca, por banane të thjeshta, të forta që me sa duket të bëjnë kekun më thjesht. Shfaqim grafikën edhe listojmë përbërësit. Kek me banane dhe moll. Dhe për ta përgatitur na duhen 3 banane, 1 moll e verdh, 200 gram qumësht i kondensuar, 2 vez, 100 ml vaj gatimi, 100 ml qumësh, 250 gram miell që fryhet, ola, vanilje, krem karamel. Për përgatitur krem karamelin na duhen 150 gram sheqer dhe pak ujë, aqua. Dhe realizuam recetën sot. Unë me thënë të drejtën sot nuk kam kërën asgjë për mëngjes. Kam kërë vetëm i banane. Dhe thash, okej, do shkoj tek Florenca dhe ajo do kujdese për mua, do bëj do një gjë të shëndetshme, do një vezë në tetë. Jo, bëj vezë, po të bëj vezën, të bëj vezë. Erdha këtu dhe shoh 1 kuintal sheqer, shok për energji. Qumësht e kondensuar, sheqer akoma më shumë dhe thash ti çfarë? Ju them të gjithë zonjave që na ndjekin përveç temperatura shumë lartë. Po, përveç ëmbëlsirës që ne po bëjmë këtu, sot të ndjekin edhe Prime-in, edhe ju them të gjithë në për mesazhe, ju lutem mos e shani Mozën. Moza është një yll. Kush e shan Mozën? Po ka njerëz që thonë, jo po kështu, edhe të gjithë ata që shajnë janë pa portret, pa identitet. Kush e shan Mozën? Moza është... Florenca, për fat të mirë apo të keq, kemi provuar të ndonjëherë mendimin e publikut që fillojnë komentet e mira dhe të këqija bëhen bashkë aty. Ke vënë edhe tek video tona. Nuk po
Nuk kemi një reality, jemi një program të përditshëm, jemi në mesdrit, edhe ku vjen puna diçka të vogël si derdhja e kakaos, kakaja. Jo, shikoj, më pëlqeu mua ajo kakaja. Kakaja, mua më kujtoi. Më duk sikur flisnim spanjisht. Po pra, edhe thash. Edhe ti e pesë çfarë komentuar, jo, më ti je reality bësh gati për gjitha dhe gratë zgjuara si Moza ka një gjë shumë të mirë, mendoj unë. Ruajnë qetësinë. Jo ruajnë qetësinë, nuk shqetësohen fare. E din ato që do i kenë të dyja anët, gëzojnë në fund të ditës kur janë shumë të kuptuara. Dhe unë gëzoj për shembull kur ti ma lehtëson jetën dhe vetë shkon merr një miell, që është kaq praktik sa ky i miellit tonë, që është mielli me fryrë, se unë gjithmonë shkoj gjej fryrësin, edhe me Syrianin e kemi këtë hall, kur shkojmë tek Pro Natura, e duke qenë se produktet italiane, mundohemi të gjejmë kush është fryrësi, ku kemi nisë shten, ku kemi mielli, nuk e blejmë fakt, jemi të sinqertë se miell kemi sa duash. Këtu nga gjitha tipologjitë të olës, dhe ku kemi një miell për ëmbëlsira kaq praktik në sasi të vogël, na ndihmon shumë, që ne të zgjidhim punë shpejt dhe shkurt dhe nuk blejmë as fryrësin, kështu që kjo është për ne që sapo kemi nisur të gatuajmë mirë, jo për zonjat si Florenca se ato janë par excellence. Faleminderit. Tani, publik i dashur, me qenë se javën e kaluar Florenca erdhi me disa kritika, jo po pulën e keni marrë pak rirë, jo po keni arruar të blini këtë, keni parasysh, bëje mirë, bëje vetë. Dhe kështu vendosi Florenca, mori Borionin dorazi, se për hir të vërtetës s'duam është një luftë që ne kemi planuar që është e humbur për mua dhe Albën, dhe ishte Florenca dhe Borioni ata të cilët vajtën dhe bën pazarin e javës tek Pro Natura, më mirë se këta dy askush nuk di ta bëj pazarin gjithë Republikën e Shqipërisë. Kështu që shkojmë, shohim se çfarë na ka bler Florenca që të kuptojmë se ku e ka fshehur në dollapet e mesdritës. Qëndroni me ne. Sikur ta dija që do të gjeja këtu. Jo të berat konkretisht, por që do të gjeja te Pro Natyrat e Deli Orgji. Po, te Deli Orgji jemi. Çfarë po shikon? Dhe meqense sa hapet dera, kemi përballë këto prezantimin e këtyre shisheve të verrave, më pëlqeu. Është shumë ekonomike, është shumë e mirë, kemi 2 javë festa përpara, edhe Pse mos bëjmë një çing-çing gëzuar festat? Gëzuar festat. Kam dëgjuar një fakt interesant, ndoshta mund ma ketë mësuar dhe jeta, që po t'jetë me vrim dhe thellë është e mirë. Po t'jetë me vrim dhe thellë është shumë e mirë. Është shumë e mirë. Kështu që, ja, po të shikojmë, po. Sa më e thellë, aq më e mirë është. Ikim. Dita e premte, çfarë do ham ne të premten? Të premten unë dua ta mbyll me një ëmbëlsirë, meqense janë dhe Pashkët, të gjitha visat mund të bëjnë çfarë të duan, ëmbëlsirën që dëshirojnë, ne do sjellim një kek me banane dhe me moll. Dhe unë e kam përcaktuar aty me një moll të verdhë, sepse e verdha ka ngjyrën e bananeve edhe është e butë si banane. Për t'i kombinuar. Po, për t'i kombinuar. Pak Salzburger apo sa e kemi? Jo, këto do na duhen pa bërtham. Ullin pa bërtham. Po, do t'i marrim. Jo për recetën, po për recetën e ardhshme. Për recetën e ardhshme. Kam pyetur gjithmonë çfarë është kjo Florenca? Kush? Kjo e bardha, që shkruan Cipoline. Po, janë qep të vogla, qepët që bëjmë... To janë qep? Po, janë qep vogla që bëjmë atë çomlekun me mish, që do vetëm qep edhe mish, asgjë tjetër. Çomlek me mish që do qep dhe mish. Qep dhe mish. Prandaj ka çomlek me mish. Kështu që në rregull. E tani do vëm te fruta perime. Po, do shkojmë ke fruta perimet për të marrë bananet, për të marrë edhe mollën, edhe pastaj përbërësit e tjerë do t'i themi. Janë të thjesht, nuk është se janë përbërës të vështirë. Çdo kush mund ta bëj kekun kollaj. Do ta bëjmë me karamel këtë kek dhe do ta konsumojmë për qetin tonë. Me çiqumësh? Me çiqumësh. Joni, ja ku jemi. Bananet që kanë të paketuara. Po, janë paketuara, s'do lodhemi për t'i peshuar. Që kanë dhe të pjekura mirë, se unë i kam qef bananet që janë të pjekura. Kjo që sen do t'a përdorim për produktet e tjera, kështu që banane përshkoj direkt në karrocë. Në karrocë. A thu se jype si i pa karrocës vetë. Në avion. Dhe kemi dhe mollët e paketuara. Mollët e verdha. Na dalin 4? Po dalin. Kemi dhe mollët e paketuara. Pa moll gold. Moll gold. Gold. Floriri. Si qemi në të dy? Po.
prej Floriri. Qa na duhet tjetër? Dhe qa Floriri, 24 karat. 24 karat, madje them shumë me gjithë se zbuluar. Jo, jemi modest. Modest, 24. Qa na duhet tjetër? Tani do shkojmë të marrim qumësht. Qumësht, po mund të marrim edhe vaj. Po, edhe vaj. Po, mund të marrim edhe gjallë. Edhe gjallë, po. Megjithatë, ta lexoj recetën që t'ja them edhe em vist që t'jemi në rregull dhe korrekt. Po, se ne jemi në rregull me shtetë. Kek me banane edhe moll. Na duhet 3 banane, 1 moll e verë, 200 gram qumësh, që nga qumësh i kondensuar. Kemi 2 vezë, 100 ml vaj gatimi, kemi 100 ml qumësh, 250 gram miell që fryhet. Miellin e kemi, ne do marrim i bie na ka ngelur vetëm qumësh i kondensuar. Ai që hahet me lugë. I kemi gati, nuk kemi pse të bëjmë shpenzime të tepurta. Se ne jemi edhe ekonomik. Po, patjetër. Jemi ekonomik, një koqir. I kemi gjitha këto gjërat më të mira që mund të ketë një njeri. Faleminderit. 24 karat. Vazhdojmë tek qumshi i kondensuar. Na ka ngelur edhe qumshi i kondensuar. Po, do ta marrim dhe atë, do ta gjejmë. Ne kemi këtu. Tek këto paketime këtu, bravo. I latet kondensato l'originale. Se kam syze, po mos t'i kisha, nuk do e shifja as këtë kakao. Me sytë e dytë. Me sytë e dytë. Doppio sy. Atëherë, mendoj se i kemi gjitha? I kemi gjitha dhe do vazhdojmë pasaj të bëjmë pazarin e javës me produktet e tjera që na duhet, prandaj na ndiqni dhe na shikoni se çfarë do gatuajmë javën që vjen. Ju përshëndesim. Ja ku jemi, përsëri. Dhe një nga punët që marrin të vegjëlit kryesisht në shtëpinë e çdo shqiptari është qërimi i mollës, që është art më vete, sepse nëse ti e qëron keq, çfarë Alma? Ka ndonjë dënim. Një shkulje veshi. Po pak të mëdhenj kanë veshur në Florencë, dhe do më shkulësh më. Jo, mi ku i ketë mëdhenj veshët normali. Ka një arsye pse unë nuk i ka flokët asnjëherë. Jo, se besoj, Alma. Sepse ngjaj si ata të vegjlit e përbardhës. Jo, Alma, nuk e besoj. Ose si elfët që të sillnin dhuratat. Po gjë e mirë që ti nuk e beson. Unë thash do humbisja ato 200.000 euro. Po për si kulje. Si, se akoma nuk më shëruar vesh. Akoma s'ki vajtur ta i... Vesh nga na i me dëgjoje ti. Po. Kujtova se po ta qëroja mollën keq humbisja 200.000 euro. Si ja bërim, që ato s'ke për t'i marrë. Jo. Akoma s'vajtit e otorino laringologu? Jo, nuk vajta. Po çfarë pret? Asgjë, po kurohem vetë me një ilaç që e kam blerë në farmaci. Ç'është kjo? Po pse më kështu më pëlqen? Kështu më pëlqen, syri. Nga njëherë popull ka një shprehje shumë bukur, nga njëherë bëmi e keqja vetes. Për probleme shëndetësore zakonisht konsultohemi me mjekun specialist të fushës, zonja Florenca. Nuk duhet ta lësh veten në dorë të fatit, se pastaj si di. Ti ke për detyrë ta thuash kushdo e beson, kushdo nuk e beson. Po, dakor. Edhe unë do ta thoja Florenca nëse s'do kisha një javë me grip që kujtoj se dëshirohem thjesht me mjalt. Kështu që jam për fat të mirat keq jam bashkuar edhe unë në këto kurat popullore ty. Po të kam shëruar unë duke të bërë çaj për ditë? 2 çaj dhe herën e parë që postova, shumë nga ata që më ndjekin më pyetën cila është kjo receta magjike e çajit Florencës, po unë nuk a thash. Çaj mali kam bërë me kanell. Çaj mali me kanell dhe me një lugë mjalt nga i mjalti që është i veriut, që është special. Pa. E pas kemi këtu atë mjalti, në? Po, e kemi këtu, atëre unë do të rrahë rumin. Ku jemi me recetën? Po, të lumë po ndaje tani. Ta ndaje. Si të duash ti ndaje, vetëm ndaje. Ta ndaje. Ja, këtu. E ndaj unë. Mos të... Florenca, urdhro. ku jemi me recetën? Urdhro, ja ta shiktu. Po ti pse e forcove rën? Po sepse ky më foli si një francez i bukur. Edhe ti ja ktheve si një francez. Po, edhe unë ja ktheva me francez. Çfarë bëjmë tani? Çfarë bëjmë? Po rrahim 2 vezë. Rrahim vezët. Rrahim vezët. Po i rrahim fort e fort. Po i rrahim fort e fort, po. Tani do të hedhim qumshin e kondensuar. Që ti tregojmë publiku ta pas hapi dorët. Një herë më vjen natyrshëm mua, pastaj mësojmë unë. Pastaj e them sipas standardeve. Që është. Mirë. Na thuaj ku jemi, çfarë po bëjmë?
Por rajnë vezën me qumshin e kondensuar është momenti njësoj si kur rajnë vezën me sheqerin. Florenca, mollo do t'i kalojmë atje apo do vendosim këtu bashkë me bananet? Si do të preka? Jo, do presësh vetëm me një copë, kështu, po, të vendosim të plotësojmë që këtë bëshllëkun këtu. I duam në këtë mënyrë, ka ishte vogël. Po, let na dali, po. Let na dali forma pak interesante. Okej. Atëherë do ndjekim një rregull që të krijojmë. Mjaft. Pak simetri. Nuk ka nevojë se të tjerat na duhen për t'i vendosur në sipërfaqe nga ana tjetër. Okej, me të njëjtën prerje. Po, me të njëjtën prerje. Njëjtën prerje. Kështu që rajëm vezët me qumshin e kondensuar. Një pjatë të vogël që t'i vendosim? Do të shtojmë vajin. E njëjta procedurë me këta përbërës, siç bëjmë kur bëjmë kek të zakonshëm. Okej, njëjta procedurë. Pra ne lezeti i këtij kekut Florencës është e vogël që kjo ena. Është vendosja e bananeve në fillim. Po, karamelizimi, ka disa detaje shumë interesante. Dhe këtë karamelin që kam bërë unë tani, do t'ja hedh sipër sapo të mbaroj këtë pjesën këtu, që nuk do na dali besoj ena për të hedhur mielin. Mund të marrim dhe një enë tjetër, po nese. Do t'a provoj. Nese, do t'a provoj, nese. Do t'a provoj. Na u dukën pak gjëra ato, po harruam që kemi dhe një miell bufalak. Po, pra, jo të gjithi. Pa të cili nuk bëhet keku. Jo të gjithin, tani kjo masa është gati. Do hedhim vanilje. Mirë, Florenca. Një pak o vanilje, urdhro Syrian. Më lejo të them diçka. Urdhro. Që me njerë pas të përshëndetjeve me ty, të realizojmë një nga bisedat, nuk e konsideroj do të biset për hirë se vërtetës, është për shumë spektakël, dhe po, do jetë një spektakël i vërtet. Një nga spektakël më të bukur që ti ki parë ndonjëherë në një emision drejke në televizionin shqiptar. Po. Dhe me këtë mburem dhe e them me gjithë mend. Ndryshe nga Lule Florencës. Çfarë mendon se mund të jetë Florenca? Po ku di unë, ajo me gjarprin? Jo, ajo u bë një herë. U bë një herë, pse ne e përsërisim vetë. Ndonjë kështu hedhje nga lart? Një çfarë? Hedhje nga lart, kështu lidhet ndonjë? Lart ne do jemi më të shkurtrit në studio, kaq po them. Pra, imagjinoj, ne dy ndonjë ecje me shkopin të gjatë? Stim ta themi sa ndoshta. Po nuk je nuhat se mirë. Kështu mendoj, se këto janë gjërat të veçanta. Tani ti e nuhat apo e pe? Jo, nuk e pash, për E nuhat. Për zotin nuk e pash. Për zotin nuk e pash. Tani, ja thua 2-3 gjërat fundit publikut përpara se ne të shkëputemi, çfarë duhet të dim për recetën? Kemi vendosur bananet, edhe shtuam karamelin, dhe tani unë përgatita masën e brumit, që është veza, qumshi, vaj edhe qumështi i kondensuar. Të gjithë këto i kam përzirë këtu, tani pak nga pak do hedh mielin dhe këtë masën e brumit që kam përgatitur këtu, do t'ja hedh bananeve sipër dhe mollën që na ka tepruar, do ta hedhim, do ta hedhim kur të mbarojmë hedhjen e brumit. Kaq dhe do ta fusim në furrën në temperaturën 180 gradë për 35 minuta, kekun tonë do ta kemi gati. Dakor, tani është momenti të shkojmë tek horoskopi ditor, dhe të kuptojmë se pse peshorja dhe hëna në peshore ka këtë ndikim në humorin tonë të përgjithshëm. Ditë të mira do vinë, më besoni për këtë, por për të kuptuar se çfarë kanë parashikuar yjet për 12 shenjat e zodiakut e marrin vesh tani. Rikthehemi në studio me disa të ftuar të pazakonta. Dhe ja ku jemi! 3 muskëtirët tuaj të mesdritës. Gati e kemi edhe kekun. Gati e kemi, ka dali mrekullueshëm, nuk e vënë në diskutim, bie keq për syrin që nuk do ta konsumoj. Mos të vi keq fare. Nuk do ta konsumoj, s'kemi çfarë të bëjmë, kështu është mësuar pa të ëmbla, pa sheqer. Drejta e tij, pa sheqer, dhe jemi të ëmbla. Nuk janë për kufizime të duhura. Kështu është mësuar të jetoj, të ushqet shëndetshëm. Këto janë se neve diskutim pa shëndetshëm. Po jo. Por jo tani, jemi të shëndetshëm edhe nuk i njohim doktorët fare. Ti, se kurohesh vetë, ti me probleme me veshën dhe kurohesh vetë. Tani, Florenca, ka rëndësi se kush do ta haj këtë kek. Rëndësi ka
që u gatua edhe që dhe vendose një emër. Kështu që ndërkohë që ti pret pjesën, si që bën gjithmonë dhe prezanton pjatën, I kujtojnë publikut edhe një herë recetën, po ti sigurohesh mirë të kesh një ëmbël të ëmbël, po aq sa dhe keku sot. Kështu që ja themi publikut vrap se çfarë na u desh për ta përgatitur kekun me banane dhe mollë. Patjetër. Se kemi bërë një rrugë gjatë bashkë, sot kemi qenë nga ora 15. Ja ku jemi me recetën, na u deshën 3 banane, një mollë e verdh, 200 gram qumësht I kondensuar, na u deshën 2 vezë, 100 ml vaj gatimi, 100 ml qumësht, 250 gram miell me fryrë sola I dedikuar për ëmbëlsira, vanilje, krem karamel, 150 gram sheqer dhe pak ujë. Emrin e ëmbël Ajsa dhe keku? Luiza, kushurira ime në Selanik, e përshëndes, edhe le ta bëj sot kekun si e bëm ne. Ta bëj. E përshëndesim Luiza, shumë për qafime, mirë. Edhe këtu kam përgatitur dhe çajin për njerëzit me viroza, kush të doj, le të vit. Ne të ngrej dorën kush është pak. Me viroza. Mirë. Menca, di çfarë do bëjmë ne sot? Çfarë do bëni? Biseda 8-8 I mbyllim me këtë bisedë. Do flasim për evenimentin më të rëndësishëm që bën bashk muzikën shqiptare, kinematografinë shqiptare në një klip të vetëm. Po, dhe të kam parë ty syri aty bashkë me atë vajzën bukuroshe që xixollon. Ti shkëlqen atë karrike me një potencial të madh si një princ. Drita, shkëlqen siç ka emrin dhe do jetë edhe moderatore e mbrëmjes finalit në vetë klipit. Qëndroni me ne, sepse ne do prezantojmë të ftuarit me njëherë pas një serë.